Mirë se vini në kanalin tim të ri Teatarot. Do të shikoj energjinë e përgjithshme të tarotëve për ditën e sotme në aspektin e dashurisë. Pra këtë energji të ta kanalizoj tek dashuria. Çfarë thot energjia e dashurisë për ditën e sotme? Ylli. Ju jeni një yll në univers që ndriçoheni gjithmonë dhe nga yjet e tjerë për perspektiva të shkëlqyera në jetën tuaj. Mbrojeni nga një ëngjël mbrojtës. Ky ëngjël mbrojtës ju mbron nga njerëzit negativ që keni përreth gjithmonë. Jeni pak i mërzitur, por një kupë e argjend ju ofron gjithmonë dashuri dhe ju thot: merrni pak nga kjo dashuria ime, nga ky mjalti im, për të ëmbëlsuar dhe për të hequr trishtimin dhe mërzitjen. Hëna e plot ju mbron me dritën e saj kullat tuaja, kullën e dashurisë, kullën e bollëkut, dhe njerëzit i liqar i largon nga jeta juaj. Kemi katrën e shkopinjve. Katra e shkopinjve është letra e një paqeje. Ju të dy, thot, të dashuruar, jeni një njohës dhe falenderues të universit për gjërat që ka sjellë në jetën tuaj, për këtë shtëpi paqësore, për lumturinë, për këto atë të mrekullueshëm. Jeni shumë falenderues sot. Dhe pse ndonjëherë njëri nga ju të dy, të dashuruarit, ndodheni në mes të këtyre njerëzve negativ, pak e rrethuar dhe me këtë fashë të syt, por largoje fashën tot universi dhe foli intuitës tënde të brendshme, atij zërit të brendshëm që gjithmonë ju jep një drejtim. Kjo sultanesh tregon që marrëdhënia që keni me personin tjetër është e fshehtë, pra ju keni një marrëdhënie të fshehtë që mbasi sekrete dhe mistere në jetën tuaj. Jeni të rrethuar nga njerëz jo fort të mirë, thot pesa e monedhave. Por, thot, ka njerëz nuk ju bëjnë asnjë gjë të keqe, sepse keni letrën e diellit. Dhe letra e diellit tregon që ju jepni këtij kani të paqes dhe kalëroni drejt perspektivave dhe drejt transformimeve në jetën tuaj. Dielli me rrezet e tij ju ndriçon rrugën tuaj. Përveç se keni ndryshime në jetën tuaj, keni dhe ndryshim në status, pra ju do të keni një ndryshim në statusin tuaj, jo vetëm të dashuruar, por do të keni dhe një finalizim të lidhjes tuaj. Jeni një mbretëresh e shkopinjve, një femër intelekte, e zgjuar, e dashur, që fal dashuri pa kushte, pa asnjë lloj interesi, pa asnjë lloj kompromisi. Këto mesazhe lumturie në qiell të pastër do të vinë drejt jush shumë shpejt. Dhe juve do gëzoni dhe do lumturoheni për këto mesazhe lumturie, se janë mesazhe dashurie, janë mesazhe lumturie në qiell të pastër. Dhe me këtë karrocë ju do të kalëroni fuqishëm drejt një rruge të drejtë, drejt një rruge transformimi, sepse jeni një femër, thot, e kompletuar në të gjitha drejtimet e jetës tuaj. Kjo ishte energjia e dashurisë e përgjithshme për ditën e sotme. Faleminderit.